Cirku kombëtar ka çelur siparin e shfaqjeve për vitin 2026 në sallën e teatrit kombëtar te Arturbina. Në mungesë të një skene të mirëfillt, trupa artistike e cirkut jetëson për të gjithë fëmijët e kryeqytetit shfaqjen Peter Pan, duke sjellë përmes akrobacisë dhe numrave të shpejtësisë një botë fantazie dhe ngjyrash. Ka ardhur në formën e cirkut, me akrobacira shumë të këndshme, me numra ajri, me numra toke shumë interesante, dhe kemi sjellë në formën më të mirë të mundshme të përshtatur në variantin e cirkut kombëtar. Cirku si art lëvizjes dhe tradicionalisht i lidhur me çadrën, shpesh detyrohet të përshtatet me ambiente që nuk janë ndërtuar për natyrën e tij. Kjo mungesë infrastrukture ndikon jo vetëm në elementet teknik të shfaqjes, por edhe në identitetin e vetë cirkut. Është në fakt e vetmja skenë e cila na arriti të na mundsonte kushtet teknike deri diku të përshtatshme për të sjellë një shfaqje të denjë për cirkun kombëtar. Pasi ne nuk kemi çadër, po të kishim besoj do e kishim sjellë në një formë tjetër. Po të bënim bashkëpunime për kushte teknike më të mira, do ishte akoma dhe një punë edhe më e mirë, publiku do kënaqej edhe më shumë dhe artistët e cirkut do kënaqeshin edhe më shumë, do merrnin satisfaksion shumë më të madh. Megjithatë, këtë mungesë e ndjejnë veçanërisht artistët e rinj. Ne kemi fut shumë pjesë, të cilat nuk kemi pas mundësi me fut në ambiente të tjera ku kemi qenë, si për shembull teatri kukullave, ku nuk ka një ambient përshtatshëm, që jemi sa ju me numra provizor, mund të themi. Kurse këtu është pak më ndryshe sepse kemi të paktën ambientin e madh ku na le të shfaqim ca nga aftësitë tonë. Normale sepse s'kemi vendin. Domethënë ne duhet flasim me të teatrit që të marrim një orë ose disa orë kohë deri me një periudhë afati që të bëjmë shfaqje ose prova për shfaqje përpara. Gjatë gjithë javës në orën 11, Peter Pan do të vazhdojë të ngjitet në skenën e teatrit kombëtar, duke u përpjekur të ruajë frymën e aventurës dhe ëndrrës pavarësisht kushteve.